U aksidentua teksa po bënte ski në Itali, ndërron jetë skiatori 18 vjeçar pas aksidentit të frikshëm. Marco Degli Uomini, skiatori 18 vjeçar i cili mbeti i plagosur të shtunën në Zoncolan, ka ndëruar jetë në spitalin e Udines. Pas një fluturimi prej rreth 70 metrash, ai ra keq në dëbor dhe u dërgua menjëherë në spitalin në Tolmezzo me helikopterin SUEM të Pieve di Cadore. Sipas analizave fillestare, skiatori kishte pësuar fraktura të shumta dhe një dëmtim të dyshuar në kokë, por nuk i humbi ndjenjat pas aksidentit. Një fakt që u kishte dhënë shpresë mjekëve dhe familjarëve, por menjëherë pas mbërritjes në spitalin e Tolmezzo, lindën komplikime të rënda që kërkonin transferim të menjëhershëm në Udine. Raportohet se pasi u fut në terapi intensive, 18 vjeçari ra në koma dhe më pas ndërroi jetë pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar.